Kur pritet që të ketë reflektim çmimi i naftës në Kosovë pra pas pushimit në linjën e mesme? Kjo është pyetja $1 milion, se realisht sot tregjet, sidomos tregjet e naftës kanë pasur rënje deri në 13%, pothuajse në gjithë globin. Realisht kjo në Kosovë reflektohet me shumë vonesë, edhe pse kur kem ngritje në të çmimeve në bursat ndërkombëtare, ajo reflekton brenda, si thuhet, 24 orëshit, por rënja e çmimit reflektohet me shumë vonesë, 2 javë, 3 javë, ndoshta edhe 1 muaj shkon derisa të, si thuhet, nëse është ky trend i rrëmjes së çmimit, po realisht nuk pritet, nëse mund të kemi një paqe më afat gjatë, atëherë po, çmimet do të pësojnë rënje të vazhdueshme, por kjo në Kosovë do të vjen me ngadalësi, si thuhet, të breshkës. Dhe cili do të jetë roli i shtetit, ose duhet të jetë roli i shtetit, do të mulaj në këtë, le të themi, vorbull të çmimeve, sepse kur po rriten ende pa u rrit në vendin e krizës, po rriten tek ne. Po du të aftësia qeverisë për ta monitoru gjithë procesin e furnizimit të derivateve të naftës le për të dëshiru, domethënë, nuk është ajo aftësia maksimale e duhur, për shkak se pothuajse gjithë sasia e derivateve të naftës vjen nga porti i Durrësit dhe blehet nga tregtarët shqiptarë, domethënë, cilët e depozitojnë në depozitat e tyre naftën. Tregu i Kosovës është treg i vogël, nuk kanë në joint venture bashkim kompanish ose domethënë korporatash ndryshme rajonale ose ndërkombëtare, ku mund të furnizohen nga dora e parë. Realisht furnizimi vjen nga Shqipëria dhe me një marrëveshje të vogël me tregtarët e Shqipërisë mund mos t'i ulin çmimet ose mund të deklarojnë çmimet e larta me qëllim që mos ta ulin marzhen e fitimit në Kosovë. Është sfidë e madhe për institucionet e qeverisë Kosovës nëse nuk ka një bashkëpunim rajonal, sidomos me qeverinë shqiptare, me qëllim për të monitoruar sakt gjithë veprimtarinë e këtij produkti. Për shkak se ky produkt, derivatet e naftës janë jashtëzakonisht profitabile, edhe dëshira e tregtarëve, bizneseve për të fituar, për të shfrytzuar gjitha mundësitë me të fituar më shumë është shumë e madhe. Mulaj, a do të provoj efekt pra dhe kjo çështja e marzhës së fitimit, pra sepse kjo po bëhet në koordinim me doganën dhe varësisht sa ka qenë importi i regjistruar në doganë, po caktohet marzha e fitimit. Pra, a ka mundësi që të menaxhohet në këtë formë, në pikat doganore, atje të bie çmimi dhe me marzhë fitimi të ulet çmimi? Është shumë sfiduese përmes domethënë monitorimit të deklarimit në pikën doganore, për shkak se biznesi vetë deklaron. Domethënë biznesi është ai që e blen naftën dhe mbas atij transaksioni, domethënë asaj marrëveshje që ka ble në naftën e deklaron në kufi. Prandaj është shumë problematike, ka pas manipulime të ndryshme kur tregtarët e Shqipërisë dhe tregtarët e Kosovës kanë arritur me bashkëpunu dhe me ikë pothuajse të dy doganave, domethënë ku i kanë mashtruar me deklarime të ndryshme, ka pas edhe ulëmtime të ndryshme rreth kësaj problematike. Është një prej instrumentave, ndoshta i vetmi